Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Atëherë sot të flasim për Zotin edhe për djallin. Ma përpara ose nërmes këtyre shpjegimeve, normal do daj për sot do të jetë një video pak e veçantë se do daj informacione personale për me mbështet qa jo ka daj me ju, dhe me thanë dijen e lidhën me etimologjinë e këtyne koncepteve ose këtyne dy realiteteve. Atër, dija ose di ka dhënë fjalen Dieu frangjesht që do thot Zoti, që shkruhet D-I-E-U. Ka dhënë fjalen Deo, që është D-E-O, pra që është prap një që do thot Perëndia, që do thot Zoti. Kjo përdoret deri në Azi, deri në venet si në Filipinë e tjera, ku është i përdoren si amen, Deo. Edhe që deshta me thonë është si përëndesha Dea, si Pelasgo i Lirte kanë rujte, ka ardhë deri tash, dhe me thonë se kena staty e tjera dhana për këtë përëndesh. Dea është pikërisht është përëndia e dijes në formën femnore, sepse para se fetë moderne ta përdorin, dhe me thonë të ndajnë krejt konceptet e mashkullore femnore, e herë Shqipja ka pas dhe me thonë na e dina se Shqipja ka pas mënyrën se si nuk kishte asnjë anë, dhe me thonë nuk kishte asnjë gjini në disa emna, po kjo ka hub me kohën, edhe sot dhe me thonë çdo gjë është bën mashkullore, femnore, pra djelli mund të parashikohet si një perëndi mashkullore sot, por në fakt nuk ka qenë gjithmonë e tillë, se para se me kanë e përvetësume prej feve moderne dhe i herë si Zoti një koncept mashkullor, para 3000 viteve su ban ke fjalë, dhe me thonë që çdo perëndesh, çdo perëndi ishte fillimisht femnore njëherë. Vetë fjala Zoti, pra zu, është pikërisht ajo si është e zonën, ajo si thohet shqip, u zun brumi, ose zani ma thjesht, dhe me thonë zani si edhe kur nuk shprehet njeri, pra nuk e shpreh zanin e jashtëm, njeri si qenie njerëzore, kur ka mësu disa fjalë, e njen një zan mrena vetës, pra zanin e konshencës, zanin e energjegjes, në qofse i ka met i pikël energjegje. Edhe ky zan është pikërisht ajo si është e zonën, pra kur ti je i vetëdijshëm se je, do thot se je ky zan, pra qatë paraqet zani i mrenshëm, ti e beson si me kanë zani Perëndis, e përnjatë, dhe me thonë fetë moderne, monoteiste, janë pikërisht ndërtume në këtë realitet, pra kur thot një mesi ose një profet se ka marrë prej Perëndis, ku diun 10 urdhna, ose ka marrë këtë këshill ose këtë drejtim e tjera, çdo gjë që na paraqitet mrena rrjetit konshencës tonë. Kur s'mundet me bën kush një eksperiencë jashtë vetes, pra jashtë konshencës e rrjetit konshencës vet. Pra, ky zon është ai si është përdorur, në fakt, tash 2000 sa vite,
gati 3000 për me kriju, dhe me thanë, pushtetin e lidhun me fetë moderne. Kjo ishte ezani, pra edhe i herë, edhe fjala Zot Shqip është direkt e lidhur me Perëndin e lashtë thot, që është Perëndi e lashtë egjiptiane, e jo rastisht emni i kësaj Perëndis, pra thoti, që është Zoti Shqip, po është shkruar me Z ose me Th. Anglisht ka dhënë fjalen që për me thonë, me përshkry menjen e menimet, është fjala anglisht thot, pra ajo që thohet në fakt, pra zani, edhe i herë, zani, Zoti, pra ti je ai zan, kjo dhe me thonë Zoti, ti je ai zan, edhe pra dia është kjo, është ajo si dia, është djedhi e gjalli, është e njëjta fjalë. I Madhi Petrozhej ka shkruajt këtë, ka shpjegu se është e njëjta ide, njëjti koncept, po edhe herë paraqitet në dy mënyrat ndryshme, pra diell e gjallë është e njëjta rraj. Është e njëjta rraj, specifikisht sepse dielli është konscienca e gjalli është prap një aspekt i konsciencës që paraqitet si paraqitet, po dhe me thanë janë dy gjana, janë dy natyra të njëjtës esencë. Edhe herë, pra, Zoti, dia, Perëndia, gjalli, damja, qa më në me thonë tjetër, pra, edhe herë, qa konceptohet si një diqa si është dy, në fakt është veç konscienca si është të i lujt lojen e damjes. Edhe për njëtë edhe gjalli, pra që është njëjta rraj si dia, gjalli ka edhe ai gjendje konsciencë si është gjalli, ose ai program si është gjalli, edhe ai ka informacione të rëndësishme me na dhanë, e ka pra një dije, se gjalli ka një dije mrena. Vërse normal kjo dije përdoret për shkatrim. Për njëtë është e kundërta, dhe me thanë është natyra e kundërt, edhe pse është e njëjta esencë, pra çdo gjë është e shenjtë, çdo gjë është një, se s'ka asgjë përveç shpirtin. Po natyra dyshe është pikërisht kjo. Edhe pasojat si sjell, dhe me thanë fakti se kur dje e një gjendje gjallëzimit ose damje, kjo ka me sjell pasoja. Ka me sjell pasoja të ndryshme, ashtu si kur ti je një gjendje dije, ose vetdije, meditimi, etj. Kjo normal ka me sjell pasojat e saja që me kanë shumë ma favorable, shumë ma pozitive, normal se me metë një gjendje konscience të damjes, pra të djallit. Kjo është ashtë e vërtet sa me denu, frangjesht e anglisht, vjen direkt prej fjalës shqipe, condemn, dhe me thonë me kanë i domun. Pra, këtë edhe mund në me lidh me, si me thonë, babën e njerëzimit e në thojza, me shkrimet e lashta ebraike e tjera, emni i Adamit është pikërisht Adami, është ai si është i dami. Pra, ai si kujton si është i dam prej konsciencës e Perëndis, dijes e tjera.
Edhe qa du me thonë tjetër, du me thonë se mu kjo dije, kjo eksperiencë më ka ardhe në mënyrën më të papritun në mes vështërsive edhe challenge-eve, pra në mes sfidave, si mu kanë paraqit gjatë jetës tame, shyshën fëmijën e vogël edhe që vazhdojnë, se sfidat nuk marrin fund kurr, apo jo. Më ka rastis disa herë me kanë për fat mirë tash, po për fat keq në atë kohë, më ka rastis shpesh herë me kanë viktima e cirkonstancave ose viktima e rrethonave. E njëjtën kohë, gjithmonë qysh fëmijë e kam pa bën këtë bej me veten se kur nuk do të lan asnjë kusht të jashtëm të më përcaktojnë gjendjen e shpirtit tam, pra nivelin e konsciencës e zemrën tame, po në njëjtën kohë, paradoksalisht, sepse kam këtë fuqi, sepse kam këtë aftësi, sepse jetoj në lidhje shumë të afër me Perëndin e mençëm, pra koneksioni i Wi-Fi-s me Perëndin, me Zotin është jashtëzakonisht i fortë. Për njëtë kam kanë pikërisht shumë e sfidume, për njëtë kam kanë shumë e atakume. Do ta shpjegoj në disa video tjera, po këtu në fillimisht veç për me ilustru këtë shembull, pra të lidhur edhe herë me etimologjinë e dijes të Zotit të djallit. Tu i kanë rritur në rrethana familjare të pa sigurta ose të pa qarta në disa pikpamje tjera, unë kam kanë viktimë para moshës 5 vjeçe të një kushinit i rritun, i magjorante në atë kohë, që ka abuzu, më ka përdhunu si fëmijë i vogël që ishja, dhe me thonë 4-5 vjeçe. Edhe kjo ishte aq e ranë për mu normal, që kam dalë prej trupit teme në atë moment, edhe e shifsha skenën jashtë vetes, dhe me thonë si me kanë 10 metër si për skenë, si për situatës. Edhe sot psikologjia këtë e cilëson si disociacion, dhe me thonë kur dyfishohet njëri, si me thonë, për me ik një gazepit ose një të merret që nuk mundet me përbalue njëri, trupi, sistemi nervor e tjera. E kur isha, dhe me thonë, jashtë trupit tam, unë normal që unë isha super e qetë, isha krejt lezet rahat, e s'kisha fare lidhe gati, përveç se isha dëshmitare e asaj situate, edhe kisha dhe si një lloj prezencës, është diçka si nuk mund përshkryhet se njerëzit që e kanë përjetu këtë mund ta shohin sikur ka dikon mbrapa nesh, ka një prezencë, ka një njeri, kur në fakt është veç është prezenca e shpirtit tënë, pra është veç edhe herë fakti se në atë moment je një, e kupton se çdo gjë është një. Edhe nese, do me thonë, pastaj normal vështërsi për mu me ushqy e tjera, me jetu si njeri, edhe nana jame do me thonë qysh se ka pjell, nuk ka kanë interesume dhe do me thonë më përjashtuke specifikisht prej rrethanave familjare, tu im krahasu me babën tem me cilin kisha një normal ngjasi e njëshmëri si babë, tu im thonë ti je si aje tjera për më çu një lloj neverie, do me thonë neglizhenca pa fund, se kjo për shembull me këtë kushinin pedokriminal nuk kish ndollë nëse unë me familjen teme kisha kanë aq e mbrojtun, aq e mbështetun sa një predator e merr mesazhin që kjo fëmijë është e mbrojtun, kjo fëmijë është e dashtun, pra
kjo fëmijë nuk preket. Edhe do më thonë, kjo është për mu aq evidente sa normal që kur prind nuk kanë të aftë për me mbrojt shpirtnisht i herë me i dhanë bazën e ngrosin shpirtnore fëmis, që ora e tij tjetë në shojnë, tjetë e plot, tjetë e gjallë, tjera, normal që ata që dojnë me ban dëm, pra që dojnë me shkatru fëminin, që dojnë me kryue edhe herë përdhunimi, nuk është çështje seksualitetit, është çështje dominacionit. E kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë, se normal është tabu e njerëzit, viktimat e kanë zor me fol, se është shumë zor me fol, se veç me jetu është zor, lema me fol e me shprej që kanë edhe tjera, po do me thonë, du të me kuptu se aty është një dinamik e një mekanik dominacionit, e gadi s'ka lidhe me seksualitetin përveç se ai njeri e shpall në mënyrë perverse, e kjo është normal, është tragjike për viktimen, kur nuk ka dhe pasoja direkt për predatorin, ai aq më tepër nuk ka shanse me unal, sepse nuk ka pasoja për tonë, dhe më thanë në këtë zgjedhje, në këtë rrugë. Edhe pastaj dhe më thanë kur u bana prind vetë, u bana non, kuptova në mënyrën më të qartë se pikërisht prindët e mi pas kanë qenë të pa aftë, pas kanë qenë neglizhent, dhe nana abuzuese në shumë aspekte, dhe më thanë, fakti se ajo nuk pranuke vetë gjininë e saj femnore, banke që mu rryke veç se isha, veç se jam femen, veç se jam si jam, motra e 4 vlleznive, veç kjo më ka përjashtu direkt prej kornizës e prej jetës saj, prej zemrës saj, edhe pse në paraqitje mund duket si një njeri i aftë, po nuk ka aftësi me mu të paktën shpirtnisht, sepse unë jam rritë si jetime, dhe më thanë të i pas prap 2 prindë e mi gjallë, tanë kë fese tjera, unë jam rritë si jetime, po më ka ban shumë të urtë kjo neglizhensë, kjo dhunë në cilën unë jam rritë, kom lullzu, në fakt, edhe pse isha në mjetes gati 30 vitet e para tjetës teme. Pra, kur u bana prind, mas moshës 33 vjeçare, aty ADN-i jam u rishkru edhe u qova prej gjumit, dhe me thanë programet që më kishin instalu gati pa dijen teme tash 30 vite, edhe ma shumë, sepse shkon trashëgimnia multigeneracionale, dhe me thanë trashëgimnia gjeneratave që bën punën e vetë tjera, aty ishte nevojshme e domosdoshme që unë të nërprej këtë cikël shkatërimi, këtë cikël vetmohimi, këtë cikël turpi, këtë cikël neglizhensa e abuzime tjera, atër do thot se jam njeri përsosën e nuk bëj kur kesh e tjera, po do thot se unë jam aq e vetëdijshme se edhe i herë çdo gjë është një gjë, po çdo gjë sjell pasoja, pra kur pasojat janë aty, faktet janë aty, edhe njeri shpirtërisht e një veten në një lloj gazepi, një tmerr, një si me thonë, po një vujtje aq madhe, sepse edhe herë çdo gjë që jo futen në trunën program është në fakt për mos me pranu esencën tonë hyjnore, mos me keni vetëdijshëm sa të fuqishëm jena, e tjera, pra nërmes familjeve e grupeve disfunksionale, toksike, ka me pas gjithmonë një proces që është procesi i dashit kurban. Pra do të merret dikush për shaj, do të merret dikush për shaj për shkatrim, sepse komuniteti, grupi, familja, shoqënia, tjera,
do të marrin këtë njeri si zakonisht është super i vetëdijshëm, super i njejshëm, super empatik, super i aftë për shumë gjëra, do ta marrin për me pushtnu, sepse dhuna e grupit ose po, do me thënë entiteti i padijshëm i grupit, egregori i grupit ose i familjes, që ushqehet me të ato afektet njerëzore që mundën me kanë më të ultat në botë, pra kjo do të shprehet një moment, do të shpallet për mu vetë pastru, edhe pastrohet në thojza nërmes dikën që merret për sakrificë njerëzor. Aty ku është gjaja më e vështirë është se nuk dallohet, pra mekanika është aq e msheft, dinamika është aq e përsosur sa nuk ka shenjat jashtëm se është përgjegjësia e grupit ose përgjegjësia e familjes, e shoqënisë etj. Edhe ky njeri si merret për shenjë, merret për sakrificë, do të dhunohet, do më thonë, dy fish, sepse ai nuk ka fej, po do t'ja vnojnë të në fejet për mos me u përballu me përgjithsinë si takon se cilit, e mos me u band vetëdijshëm me hijen e tyne personale e hijen generale, pra hijen e grupit ose të familjes, edhe herë egregore ose rrjeti i konsciencës që ushqehet me shumë ndjenja, menime, veprime etj. Atëherë, unë du me do informacione personale veç për me i futën shërbim të njerëzive që të bëhen vetëdijshëm edhe të marrin masat e duhuna për me mbrojt paqen e tyne, e shnetin e tyne, kur janë në moshën e rritun, sepse kur je fëmijë ka pas vujtje, neglizhenca, abuzime, etj. Nuk është përgjegjësia i të voglit, pra të fëmijës, me i përballu këto, ka kanë përgjegjësia e të rritunve, që nuk e kanë majt përgjegjësinë si u takon. Edhe kur rritet njeri, normal që ai ka përgjegjësi, ajo ka përgjegjësi për jetën e vet, po edhe herë nuk ka përgjegjësi për dhunën që është bën kur ai nuk ka pas asnjë lloj rolit, sepse ka kanë fëmijë në atë situatë. E them këtë sepse ka edhe njerëzi terapeutë, çdo lloj eksperta në thojza futja kot që mund t'ju thonë, jo, je ka viktimizohesh në qoftë se ti je ka do historinë tënde, në qoftë se dën ti për mu vnu në shërbim tjerëve, për me thanë të vërtetën tënde, me faktet reale që ki përjetu, kanë me thanë ti ka viktimizohesh. Kur nuk mundet me kenë që je ka viktimizohesh, sepse pikrisht je ka bëhesh i vetëdijshëm, pra e ke kuptu se ti ke përgjegjësinë për jetën tënde kur je rritun, po do të më çu deri në fund këtë përgjegjësi, edhe njerëzit e rritun që kanë përgjegjshëm kur ti kanë i abuzum, i dhunum, i neglizhum etj. Kur je i rritun, në qoftë se nuk ka përgjegjësi në anën e tyne që i takuke edhe herë me majt përgjegjësinë, atëherë përgjegjësia jote është me staku, me vnu vinë edhe me majt distancën sa më të madhe, me i dasht për larg, tanë ata njerëzit si edhe herë nuk e kuptojnë qa vujtje, qa sfide është për me mos me shtu dhunë, mos me shtu vujtje situatave që prap ti je viktime asaj situate, edhe do në tjertë me të bën dy fish fajtor, sepse ti je ka shpall, dhe me thanë vërtetën. Normal që e vërteta liron, po e vërteta edhe djeg e vret ata që nuk dojnë mu përballu me ta. Normal. Po për njët është edhe ma
tepër, aq më tepër e rëndësishme kryesore me thonë eksperiencën tonë, që inshallah do të shërbejnë 1-2 njerëzive, edhe me liru këta njerëzi prej, si me thonë, prej heshtjes, prej se heshtja jonë i bën ata me vazhdu që t'jenë pa ditun e t'pa vetditun e t'pa përgjeshëm. Pra, do të me thonë gjanat si që janë, e me u munue, mos me manipulue të vërtetën, sepse ajo do shpallet gjithmonë. Ajo është në shërbim tonë, ajo është lirimi jonë. Kështu që dhe herë dia është një gjë e mrekullueshme, po kur kush nuk mundet me jetu me dijen e dikon tjetër, për atë është kryesore me ditë kush je nana, kush je ti për mena, kush është ky rrjet konscience, ky shpirt që të manet, të aktivizën, qa është kjo energji që të frymëzon. Edhe pra është shumë e rëndësishme me ditë edhe herë se jena të njëjtës esencë të tonë, dhe më thonë edhe monstrat më të zi ka një pjesë njerëzore, ajo dihet, po edhe njerëzit e mirë, shumicën e kohës ka një pjesë të errët që nëse nuk e përballoj, nuk e pranoj, nuk e fusin në funksion dritës, pra në funksion shpirtit tyne, pra gjithmonë egoja në shërbim të shpirtit, atëherë kjo normal që do të sjellin pasojat e veta, e për mua në eksperiencën time me familjen time, rrethonat e mia, e më ka çu në situatën ku nuk mund të përballoj asnjë lloj prezence të një personi që nuk don me kanë i vetëdijshëm edhe me majt përgjegjësinë që i takon, mos me jalan atij tjetrit tana përgjegjësi, tana feje, tana ku di unë tanë turpin, se edhe herë kur njeri bën turp, du të me ditë me pas turp, po predatorët nuk dojnë me pas turp, e qesin turpin të viktima e përnjat, është shumë e rëndësishme me do vedin prej këtij programit, sepse është një lloj programi, dhe me thonë, e shohim se narcisistat janë në maksimumit fuqinë e tyne, se janë të shpërblym prej shoqatave, shoqënisë njerëzore që kena kriju, edhe për njët është një program, e njeri du të me kanë aq i vetëdijshëm sa me ditë, dhe me thonë ato dobësitë e veta, nërmes cilave këto programe mund të na infiltrojnë e të na degradojnë ndërgjegjen, nivelin e konsciencës e tjera. Atëherë, pa mbyllim me kaq se u bën goxha kohë, e do vazhdojmë në videon tjetër me shumë gjëra të tjera. Harrova çfarë deshta me thonë. Harrova që deshta me thonë. Okej, kaq, veç po, deshta me thonë se po, njerëzit nuk kanë si ma ditë, po na e dinë tash 6.000 vite spiritualitet e tjera, çdo njeri, çdo qendje do të përballohet me ndërgjegjen e vet, për zgjall apo dekun. Kështu që nuk ka shanse njeri, dhe me thonë me ja bë me hile, as vetës, as kurkujt, as ma tepër damin si mundet me i shkaktu njeri dikujt, normal që në fakt për fatkeq është ka ja shkakton vetës, edhe dhe me thonë do të përballohet për gjalla vdekun me ndërgjegjen e vet, do t'i përjetojnë vujtjet që shkakton,
Edhe për fatkeq njerëzit se dinë se mundet me met njeri në një nivel konscience aq i ulun sa edhe mas vdekjes, pra kur je liru prej kësaj dimensionit, në fakt mund të metesh i gujum, i metun në dimensione vujtje, dhe më thanë pa fone për jetë në tëna reinkarnacionet ose eksperiencat e ndryshme që mundet me ba njeri në dimensionet e ndryshme e tjera. Pra, kjo punë shkon shumë thellë, nuk du të nënvlerësohet sepse njerëzit mund kujtojnë se është një diçka e modernitetit e tjera, po edhe herë është shumë vështirë e shumë lehtë me kuptu se në fakt e mira e keqja janë dy, është si shqiponja jonë, sepse tipikisht shqiponja jonë është ky simbol. Shqiponja e flamurit është një trup, pra një esencë me dy natyra, me dy aspekte, me dy paraqitje, me dy drejtime të kundërta. Edhe njeri du të ban dallimin, pra me ban dallim, ban Buda, edhe me kuptu se është diçka shumë subtile, shumë e vocel, duket se nuk ka gjanë, po nishto pak perversiteti futet e në shpirt e pastaj njeri se kupton derisa është tepër vonë. Pra edhe herë nuk ka as gjanë përveç shpirtit, për njat, rujeni fort lidhen e juj, wifi në juj me shpirtin e juj, sepse kjo është shpërblimi më i madh e asnjë gjë nuk mund ta shujnë energjinë ose shpirtin që s'ka linë kurrë e s'di kurrë. Ja kalushi mirë, edhe faleminderit për mbështetjet e tjera, ju lutem komentoni, dani videon e tjera, e shifena. Pashim, ju du fort.